Është viti 2 të radhës që gjatë punimeve të Asamblesë Kombeve të Bashkuara, së bashku me Selinë e Shenjtë, me Mbretërinë e Jordanisë, por edhe me vende të tjera të rëndësishme dhe organizata të cilat janë të përfshirë në frontin e parë në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit, Shqipëria organizon një tryezë me pjesëmarrjen e gjithë aktorëve më të rëndësishëm që janë të përfshirë në këtë proces. Më vjen mirë të theksoj që roli i Shqipërisë në luftën kundër ekstremizmit dhunshëm, radikalizmit është tashmë i njohur, jo thjesht për sa i përket ndryshimeve që janë bërë në fushën legjislative dhe institucionale, por mbi të gjitha mbi punën që ne bëjmë kryesisht me rinovimin e kurrikulave shkollore, me përfshirjen e këtyre elementeve që kanë të bëjnë me një dialog dhe një mirëkuptim më të madh ndërfetar dhe me punën e shkëlqyer që bëhet me komunitetet fetare në Shqipëri, puna e cilëve modelon këtë lloj bashkëjetese dhe vllazërie ndërfetare që ne sot e kësaj dite kemi në Shqipëri. Natyrisht ka disa aktorë të përfshirë në luftën kundër radikalizmit. Është kënaqësi të konstatojmë që Shqipëria këtë vit ka 0 luftëtar të huaj të regjistruar, çka është një fenomen që dëshmon për progresin e Shqipërisë në këtë drejtim dhe efektivitetin e politikave që kemi aplikuar, por nuk mund thuhet që betejë me këtë fenomen ka mbaruar, sepse jemi duke punuar edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me partnerët tanë, me shërbimet të Komisionit Evropian, me UNESCO-n, që është një organizatë shumë e rëndësishme dhe ka një eksperiencë solide në këtë drejtim, me Mbretërinë e Jordanisë apo Marokun, për të bashkërënduar programet ndryshme të cilat kanë të bëjnë me reintegrimin e personave të cilët kanë qenë luftëtarë të huaj dhe kthehen në vendet e tyre të origjinës. Kjo është një ndër sfidat më të mëdha me të cilat ne përballemi, jo thjesht ne si shoqëri shqiptare, por përgjithsisht e gjithë Europa dhe Ballkani Perëndimor. We have been facing a very disturbing surge of violent extremism and terrorist activity. The recruited by the violent extremists clearly shows that we have the robust military response from the international coalition. Tailor-made, hard and soft measures taken by individual states have had a clear vote by returnees, have also helped to understand the methods of Daesh extremism at home and abroad. We have in fact zeroed the number of foreign fighters. Nevertheless, as the global coalition against Daesh makes progress, Albania, like the rest of the countries of the region, is now dealing with the challenges of returnees. Struggle to reconcile their faith and life in secular society. Vulnerable young people lack professional recruiters who, through distorted and other discriminatory behaviors. As globalization has intensified, making a clear distinction between terrorists that misuse Islam and Islam, especially if you start early. Apart from strengthening the international legislation, Albania aims at identifying innovative, effective, and comprehensive